mbajt premiera e filmit Karma në Cineplex, ku interesimi për të ndjekur nga afër kastin e aktorëve ishte i madh. Zoom ju sjell pamjet ekskluzive nga ky eveniment, i cili mlodhi artistë nga vende të ndryshme, të cilët ndanë me shikuesit përshtypjet për këtë film. Tash të kalu mirë, është një atmosferë për një me shumë e mirë, atmosferë të mamë filmike, edhe kolegët e mi e kanë marrë pjesë, Agroni, Lavi, edhe Agroni tjetër. Që me nëzi po presë me pa filmin, besoj që kanë bo një punë të mirë. Ata kanë tregu pak në detaje shkurtre? Jo. Bile edhe Agroni vetë, Agroni Shale nuk e ka pa. Dhe me thonë që shka nda gjirimet edhe për ta është premierë, edhe a i për të me pasë. Kështu që zakonisht nuk i tregojnë kur jo premierët e për me lonë me pa më përpasu, po besoj në bas punës edhe në bas disa trailerat që e kom pa, po në bas punës pritet për një film të mirë që keme me pasat edhe që keme pas shikueshmëri edhe ju uroj shumë sukses krejtë kolege. Na pedim që jam rinjor për teatrin, po qa ka ndodhë me filmat, atë kanë ftu, atis do të shkosh atë qa ka ndodhë? Për mua, po ka kohë, ndërsa që me ndonjë film nuk këmë lujtë, si do mos metrajë gjatë, metrajë shkur, po në seriale ka që 2 vjetë, do me thonë diçka që nuk këmë marrë pjesë, pritet me fillu në seriale tash, kam qenë shumë i angazhum në teatr, tanë kohën, po punë pas punë në teatr, rol pas roli, kam pas vështirë, milion ato për më marrë me film, po që edhe filmin e qmoj edhe respektoj si vlera artit shumë i madhe, si mas edhe aktrimit e regjisë e krejtë. Nuk munguan as dy nga aktorët kryesor të këtij filmi, Agron Shala dhe Labinot Lajqi, të cilët i thanë disa fjalë për kamerën në Zoom. Është lezet kur ndohen momentet mira me miq, me ardash, është e bukur, po sidomos më e bukur është kur përfundon një punë edhe vjen me pa çfarë impakti po të ajo. A mendojnë që publiku do e pranoj mesazhin e Karmës, nështë me na fol pak a shumë për ata që po na shikojnë, po që sot s'kan mundësi me ardhë. Çka mund gjejmë te filmi? Nuk e di atë pjesë, po unë e di një diçka që për ata që s'janë sonë këtu, unë ju them me ardhë dhe me pasat ndjesi edhe me gjyku bashkë në këtë drejtim. Nëse flasim për xhirimet, sa kohë ju ka marrë edhe kur e kurorëzove gjithë këtë, cilat janë ato, a je krenar për ato arritje ndoshta që i transferove gjitha emocionet në një film, në rol në fakt? Prej vetë faktit që kemi përgjedhur me konë këtë punë, normalisht që të bën mundi mirë kur ti për çdo ditë ki tendencë me u realizu në profesionin edhe në punën që e bën. Krenar nuk e di, duna me pa filmin se kom pa ala, po si proces ka qenë proces goxha i gjatë, do me thonë fillojnë me prova, me licencë skenarit, me analiza, me tjera deri te faza e xhirimit. Po unë di që kemi pas një bashkëpunim shumë mirë me Satin si regjisor, edhe si skenarist, pas një bashkëpunim shkëlqyshëm me 2 aktorë, me Agron Krasniqin edhe me Labinotin, me 3 aktorë. Edhe jam i lumtur që pjesë e kësaj kaste ka shumë aktorë, po mes tyre janë edhe 2 ikonat filmit, që është Bislim Muçaj edhe Azat Mukshilluemi edhe Bubi Emni. Tani do e shijojmë na kur të shikojmë filmin. Po, patjetër. Çka je të punu tjetër aktualisht përveç këtij filmi? Ta kemi ndaj rol, pse Agroni nuk e shohim seriale vendore? Kohëve të fundit jam marrë shumë nga filmi i përqendrum, aty po mdojnë ma shumë edhe realisht ndoshta edhe unë vedu ma shumë atë pjesë. Edhe po sa kom përfundu filmin me Kaltrina Krasniqi Zbardhje, sa janë përfundu xhirimit, bile sonte ata po e përfundojnë, po e festojnë
përfundimin e xhirimeve. Po sonte unë dash me vonë këtu Pas normalisht. ke arsye me festu për 2 feshët. Po. Dhe kontakti shumë e madhe. Anasjellas. Veç ta shtoj Meli. Meli është lezet që Mili është fantastik. Miki more jemi. Faleminderit. Është e vetmja gjë që më bën mundi gjallë, edhe vetmja gjë që ja adhuroj e duhet, që më e respektoj edhe nuk e kom plan mundal, veç inshallah shnetën. Filmi Karma, çush e gjeti Labinoti vetën, çush u bë me qenë pjesë e këtij filmi? Me ton drejt skenarin e kom lexu kogja më aty, po nuk ju kon rolet e përcaktume. Edhe ka ndodhur diku 2 javë ndoshta para se mu marr vesh që po xhirohet, e ku marr rolin e Gegës që sonte veç po shihet që kom methe kogja shumë se për mes ka qenë rol shumë kompleks, është motori i filmit, mas ne është pak... Duke që ta bëjnë me hilen që se role ma të vështira të qitë. Besom që më ka munu, ndoshta është roli i dytë që i tut në sonte shumë qysh po britit. Kjo bibeka që me kamerë do të më të përcjell reagim, a ki me qenë sallë? Po tjetë. Okej, do të me kamerë, nuk e ke pa do me? Jo, se Okej, sa ka zgjatë edhe cilin është akon ai moment që ke thonë, I give up se s'po moj ma? Jo, në këtë projekt, sinqerisht, jam knaq, edhe i vetmi që ndoshta ka met ndonjë skenë mas 12 orëve punë që lodh ekipa, unë kom kërku që me xhiru. Kemi pas ekipin shumë të mirë. Nuk është që ju më lodh ndonjëherë, veç që jemi smu njëherë komplet ekipa, kemi pas një virus, jemi elmu, që ajo ko një ditë e keqe se çdo ditë ka qenë më e mirë. 2 javë ditë mas xhirimit jam mërzit kogja shumë, kur u krytëm. Çka do ju thaje publikut në shta që sonte halos kanë ardhur? Cilat janë ato 3 pikat e forta, e di që me lavdru vetën është pak problem, po çka do ju thaje njerëzve që s'kanë ardhur hala? Qoftë se sa përket mu si rol, kanë me pa diçka ndryshe, se s'kom pas ma herë. Sa i përket filmit, filmi ka disa zhandre, është temë që nuk u pas si prodhimi i Kosovës ma herët, ka komedi, ka dram, ka aksion mrena saj edhe ju thom që keni mu knaq. Shikuesit e shumë të ullën në përvendet e tyre dhe prisnin me padurim fillimin e filmet. Shikues të nxon, jemi këtu në premierën e filmit Karma, ku unë dhe shumë shikues këtu mezi po presim, i kemi ndjek rrëfimet ekskluzive të disa prej aktorëve, po se çka do ndodh në këtë premierë do e kuptojmë së bashku tani. Unë me shikuesit e mi besnik të nxon dhe me krejt këtë audiencë që aktualisht është duke na përcjell. Për ndryshe, Karma sjell në ekran një histori që sfidon moralin dhe zgjedhjet njerëzore. Se kush ajo fije? Me regji dhe skenar nga Esat Feza, filmi trajton një nga konceptet më të vjetra universale. Ja. Veç ai sigurisën që të pap. Ligjin e shkakut dhe pasojës, duke theksuar se askush nuk mund t'i shpëtojë veprimeve të veta. Dashnia nuk ekziston. Karma prek temat si lakmia, tradhtia dhe krizat morale, duke sfiduar publikun që të përballet me ndërgjegjën e vet. Me dhonë mu 50.000 euro. Për ndryshe, juve shikuesve besnik të nxon po aservojmë disa nga sekuencat më të mira të filmit, duke lënë shpresën se do ikni në Cineplex për ta parë. Aha, ta thiri me Mickey Mouse-in. Leje, mëre. Apo shet që shpo knaqe. Po nga nata e ti sonte.